Pas dy rasteve tragjike në komunën e Vushtrisë të martën është mbledhur Këshilli Komunal i Sigurisë në bashkësi. Kryetari i komunës Ferit Idrizi ka njoftuar se do të merren masa të menjëhershme për rritjen e sigurisë së qytetarëve. Pas ngjarjeve tragjike të 2 ditëve të fundit, kam ftuar një mbledhje urgjente të Këshillit Komunal për Siguri në bashkësi, ku kemi diskutuar për masat e menjëhershme që duhet të ndërmerren për rritjen e sigurisë për qytetarët tanë, ka shkruar Idrizi. Nga kjo mbledhje është rekomanduar që Drejtoria e Arsimit të mbajë takime të rregullta me prindërit, të bëhet organizimi i fushatave ndërgjegjësuese, të mbahen ligjërata kundër dhunës dhe respektimi i orarit të punës së bareve dhe restoranteve, si dhe lokalet që si veprimtari kanë videolojra. Po ashtu, është rekomanduar që policia të shtrojë kontrollin në të gjithë territorin, në shkolla dhe hapësira publike, gjithashtu shtimin e patrullimeve kombësore në zonat e frekuentuara. Më 23 mars, një 19 vjeçar u qellua për vdekje me armë zjarri nga një bashkëmoshatar i tij në Vushtri. Pa kaluar 24 orë, një burr 58 vjeçar vrau me armë zjarri një grua 42 vjeçare e pastaj vrau dhe veten në fshatin Stranovc